Zgjerimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Tani jemi me patrullim në lagjin Tusuz, në afërsi të Vorrezave, ku sipas informatave ka persona të cilët janë përdorues të rregullt të narkotikëve dhe vizitojnë shpesh këto lokacione. Hajde shkojmë ta verifikojmë çka është. Merë një lapsimi këqyra është prej armës a prej shkafit? Veç e krisura. Një tabel që nga shtu. Zero 4 Alfa Papa, kështu çfarë makine po na del? Po, se më njëra, shkundin është vetëm në tipit të Renault me ngjyrë vishnje. Ngjyrë vishnje? Po. A, neve këtura ka dal BMW është në ngjyrë kaltër to. Do më 04 Alfa Papa. Alfa Papa. E pronari prej nga është pronari? Suleiman Hukshi, numër 27. Afrem, na duhet një merimang se vetura është e lloj tjetër, edhe për momentin po dyshojmë për keq përdorim targa. E nëse ka mundësi me na dërgu në rruga Mehmet Hasi që lidhet me rrugën Selami Berisha. Që sa shumë? Bo, faleminderit. Gjatë patrullimit të rregullt në lagjen e quajtur Tusuz, kemi hasur një makinë të braktisur, ku pas verifikimit dhe pas kontrollimit kemi vërejtur që makina është e dyshuar, për momentin dyshojmë për keqpërdorim të targave, por gjatë hetimeve mendojmë që ndoshta do del edhe si veturë e vjedhur. Gjatë verifikimit që kemi bërë në databazën e veturave në sistemin tonë, kemi gjetur se vetura e cila është regjistruar në këto tabela është e markës Renault, kurse makina të cilën e kemi hasur këtu të braktisur është e llojit BMW. Për momentin kemi dyshime të cilat më vonë nga një siti përkatës do të hetohen sa do të rezultojnë të sakta apo jo. Kemi porositur një merimang për ta transportuar këtë makinë, për ta larguar nga rruga, për arsye sigurie për momentin derisa të kryen hetimet e nevojshme. Vetura është bartur nga automerimanga dhe dërgohet në autoparkingun e qytetit, kurse rasti i dyshimit për keqpërdorim të targave do të hetohet nga një siti përkatësi hetuesisë.